Dy lojtarit e kombëtarës shqiptare Shkelzen Gashi dhe Jurgen Gjasula kanë qenë protagonistë për skuadrat e tyre në fundjavën që lanë pas në kampionatet evropiane, fal golave të shënuar. Në Bullgari, dyshja shqiptare Vajushi e Gjasula vazhdojnë të bëjnë paraqitje shumë të mira për Litexin, që mori një fitore të madhe në transfer 2-4 kundër rivalit për titullin kampion Ludogorets. Vajushi dhe Gjasula e nisën si titullar këtë takim, teksa miq në minutën e 18 kaluan avantazh me anë të Manolov, pikërisht falin pasimit të Vajushit. Dyfishimi i shifrave erdhi 4 minuta më vonë me anë të Bodurov, ndërsa Gjasula në minutën e 31 i dërgoi shifrat në 0-3 duke i dhënë qetësi Litexit nëpërmjet një goli nga pika e bardhë e penalltis. Fal kësaj fitore me peshë Litexi e dy lojtarëve shqiptarë ngjitën në vendin e parë në renditje me 28 pikë. Sulmuesi Shkelzen Gashi vazhdon të bëjë paraqitje shumë të mira në Zvicër me skuadrën e Grasshoppers, ku edhe këtë herë u bë protagonist me një gol shënuar me një 11 metësh që shërbeu për të dhënë fitoren 2-0 skuadrës së tij në shtëpi kundër Lozanës në javën e 12 të kampionatit. Gashi hapi serinë e golave në minutën e 55, ndërsa 6 minuta më vonë Kajo dyfishoi shifrat. Për Gashi ky ishte goli i tretë në kampionat, ndërsa për Grasshoppersin që është në vendin e dytë në kampionat, luajtën edhe dy shqiptarët e tjerë Abrashi dhe Bunjaku.